dy fjalë për ta mbyllur, për 4 milion dollar, 4 milion euro, të marra nga fondi i emergjencës të një vendi me potenciale të mëdha zjarri, për një këngëtar, por bën në mënyrë absolute një nga aktet më të rënda, më të papërgjegjshme. Fondi rezervi Këshillit Ministrave përdoret vetëm në emergjenca kombëtare. Por Edi Rama ka shtruar fondin rezerv në llogarinë e tij personale.